Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shënjës Gaforës. Do bëjmë leximin e radhës për ju dhe po fillojmë me 8 të Majklit. Të dashur, është një periudhë që fillon me këtë letër që jep ndjenjen e bllokimit të dashur Gafor, ose të mbajtjes peng në një situatë që s'të përshtatet më. Mund të kesh ndjerë se nuk e zgjedhje ose diçka po të pengon të ecësh përpara. Por kjo letër të thot qartë, je më e lirë se sa mendon. Kufizimet nuk janë reale, janë frikra mendore, jo mure të vërteta të dashur Gafor. Koha është të marrësh një vendim të guximshëm dhe të zgjedhësh lirinë, të thosha të mendjes. Letra 2 thot është bota. Për të mbyllur apo që të mbyll një cikël të madh. Do të thosha këtë që nuk po gjeni qetësi në kokën e juaj, nuk po guxoni, nuk po veproni nga frikrat apo çfarëdo që të jetë. Kjo është letra e triumfit në fakt, të dashur Gafor, e mbylljes së një faze që të ka lodhur, por që të ka dhënë urtësi. Po përfundon diçka e rëndësishme, mund të jetë periudhë gjatë sfidash, një lidhje, një fazë, punë, apo mënyrë e vjetër jetese, dhe tani një derë e re po hapet. Ke kaluar një udhtim shpirtëror, ke mësuar shumë dhe tani universi të pagëzon, të vlerëson, e bëre, e kalove, ja dole, apo si do që dëshironi të quani. Të dashur Gafor, Tresha e Gabrieles quhet këtu. Vendi i ri i mbrëmshëm ta quaj, të kujton fuqinë tënde krijuese dhe magnetike. Ke diçka që duhet për të ndërtuar. Ke gjithçka në fakt që të duhet për të ndërtuar jetën që dëshiron, të dashur Gafor. Është koha të besosh në talentet, në veten tënde dhe të mos presësh më miratimin e të tjerëve. Ke një dritë që tërheq njerëzit e duhur dhe mundësi të reja. Kjo është faza e vetbesimit, ku Gaforia fillon të dalë nga guaska për të treguar botës se sa shumë vlen. Është plot ambicie. Mos u friksoni. Të tregoni se kush jeni, të dashur Gafor. 10 të Gabrielit. Pas gjithë kësaj, ndoshta dhe shpeshherë duhet të ndalemi, të çlirohemi nga peshat që mbajnë në kokën tonë. Ke marrë mbi vete më shumë, ndoshta apo gjitha një ndjesi që çdo gjë ke bërë vetë. Apo ke tentuar të jesh gjithmonë i fortë për të gjithë. Kjo letër të thotë kërkon ndihmë, mos u ndje fajtor, ti nuk je këtu për të mbajtur gjithë botën mbi supe. Engjëjt duan që të lehtësosh shpirtin dhe trupin. Lodhja nuk është heroizëm, është shenjë që ke dhënë shumë. Dhe këtu, apo tani ke dhënë kur them nga që letrat e thotë, por që për të lidhur letrat e juaja të dashur Gafor, ajo kokë e juaja që bluan gjëra nuk mundem, nuk janë dalë dot, mbase s'do, mbase nuk marr ndin, mbas mund të jenë shumë gjëra, është në kokën e juaj pra. 2 të Gabrielit sjell mundësi për bashkëpunim, për ndihmë. Dikush është në të njëjtin vizion si ju, që mund të jetë aty, ose partner, mik, ose aleat në rrugën tënde të re. Kjo është një periudhë ku guximi të dashur Gafor shpërblehet. Pra, të guxoni dhe të veproni. Ku duhet të mendosh më gjërë, të planifikosh me ambicie dhe të lidhesh me ata që ndajnë të njëjtin qëllim. Bashkimi i forcave do të sjellë suksese. Kjo nuk do të thotë patjetër me njerëz të tjerë, nëse s'ka të bëjë me ju apo që nuk e gjeni vetë, nuk rezonon me ju, mund të jetë me veten e juaj. Vërtet të jeni njësh me zemrën dhe logjikën e juaj, me atë çfarë ndjeni dhe atë çfarë mendoni. Pra, change your life, thot. Ndryshoje nga jetën tënde.
Leximi juaj përfundon me një letër të fuqishme që vëlos këtë histori apo këtë lexim. Një ndriçim i papritur, një kuptim i ri, një kthesë që u çliron nga gjithçka që ju ka mbajtur mbrapa dhe uroj që vërtet të bëni hapat përpara, nga që asgjë nuk ka që mund t'ju bllokoj përveç vetes së juaj. Mund të ndodh papritur, por do të jetë vërtet një bekim. Kjo është koha të thuash po, ta përqafosh ndryshimin. Çfarëdo që lë pas e bën për të afruar më shumë me veten tënde dhe me atë të ardhmes që dëshiron të jesh. Pra, nga kufizimet, nga lodhja, lind të gjithë kjo vedi, dhe nga vedia fillon një jetë e re. Kjo është periudha ku e kaluara përmbyllet dhe hap një horizont të ri. Zgjidh të ndryshosh jetën tënde sepse universi është vërtet gati t'ju ndihmojë. Është një energji e tillë të dashur gafor. Mos ke frikë të dalësh nga ajo që të mban peng, qofshin mendimet e juaja apo dikush tjetër. Liria jote është për te asaj dere që ti ke frikë të hapësh. Është kjo.